Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje. Kur gjykata mbylli dosjen e darjes time nga burri para 6 muajsh, avokati më tha: "Tani je e lirë." Çfarë ironie! Në Tiranë, liria e një gruaje 32 vjeçare e të ndarë nga burri kthehet shpejt në një kafaz thashethemesh. Kthehet shpejt në shikime të vrënkëta dhe shikime kafenesh ku të gjithë flasin për asgjë. Ish burri im ishte nga ata njerëz që mund të debatonte 3 orë për ngjyrën e kravatës apo për kafen që ishte pak e ftohtë. Po kur vinte puna tek ndjenjat e vërteta, ishte bosh. Për t'i shpëtuar kësaj, fundjavave fillova të merrja makinen dhe të humbisja në përshtigjet malore të veriut. Vrapin e mal ishte e vetmja terapi që me pastronte mendjen. Nuk kishte asfalt, nuk kishte zhurmë borish, vetëm gur, erpishësh dhe djerse që të kujtonte se kjo ishte jeta e vërtet. Dhe fiks në një nga këto shtigje të thella, larg rrugës së asfaltuar, ndodhi ajo që nuk e kisha llogaritur kurrë. Kisha vrapuar për gati 1 orë e gjysmë në një tepërpjetër të vështirë. Këmbët i ndjeja të rënda dhe dielli i mesdites po me piste shpatullat. Baja veshur një palstreçe të zeza sportive dhe një bluzë të shkurtër. Papritur, shtegu u hap dhe dola në një lëndin të gjerë alpine. Dëgjova zhurmën e zileve. Një kope e madhe me dele po kulloste e qetë, e shpërndar si pikat e bardha mbi barin e gjelbër. Dhe aty e pash. Nuk po lexonte libër, e nuk po shkruante mesazhe në telefon, e as nuk po pozonte, por ishte mbështetur pas një shkëmbi të madh, duke gdhendur një cop druri me një biçak të vogël. Ishte një burr ndoshta rreth moshës sime. Kishte veshur një kemish bez të zbardhur nga dielli, e të lënë zbërthyer në pjesën e sipërme, dhe një palë pantallona të vjetra. Lëkura e kraheve dhe e qafes i ishte pjekur nga era e malit dhe nga dielli, e duke marrë një ngjyrë bakri të errët. Nuk e kishte atë bukurinë e krehur të djemve të bllokut. Kishte një lloj egërsie të pastër, diçka të papërpunuar që më tërhoqi vëmendjen si magnet. Por një qen i madh, qim e bardh, me nuhati dhe lëshoi një lehje të thatë paralajmëruese, e unë ndalova vrapin. Çobani ngriti kokën. Për një sekond, sytë tan u kryqëzuan. Kishte sytë e zenj, e të heshtur sa vetë mali. Ai fishkëllej me gojë dhe qeni u ul me njëherë në vend pa bërë zë. "Nuk të thot gjë," tha ai. Zëri i tij ishte i qetë, i ulët, pa asnjë theks artificial. U ofrova ngadalë, duke hequr kufjet nga veshët. "U tremba pak," i thash atij, duke u munduar të rregulloja frymen nga lodhja e vrapit. "A ka ndonjë burim këtej afër? Me ka mbaruar uji i shishes," i thash atij. Ai zguxonte të më shihte drejt në sy, e ulte shikimin të këpucët e mia të vrapit me ngjyrë neoni, sikur unë të isha një aliene që sapo kisha zbritur nga një anije kozmike aty në mes të dheneve të tij. Unë ngrit në këmbë, e ishte i gjatë, mbi 1,90 dhe lëvizte me një qetësi absolute. "Hajde," tha shkurt dhe bëri me dorë drejt një pemë të madhe. Eca pas tij, e shihja nga mbrapa, e shpatullat e tij ishin të gjera nga puna e përditshme fizike, e jo nga veglat e palestrës. Me çojte një burim i vogël që rrithte nga një çar shkëmbi. Ula kokën, hapa duart dhe piva ujë të akullt malor. Ishte aq i ftohtë sa me mpiu dhëmbët. Kur unë ngrita,
E pash që po qëndronte disa hapa larg, duke mbajtur krabën e tij të drojt e me syt sërish e ulur poshtë. Ishte shumë i ndrojtur. Një burr aq i fortë fizikisht që i bënte ball natyres, ujqërve dhe stuhive, kishte turp të shikonte një grua në sy. Dhe e dini çfarë? Kjo gjë më ndezi një zjarr të çuditshëm për brenda. Isha lodhur nga burrat arrogant që të hanin me sy që në sekondën e parë. Kjo ndrojtja e tij ishte tmerrsisht tërheqëse. Si e ke emrin? E pyeta, duke u mbështetur me shpinë pas shkëmbit të burimit, duke mos pasur asnjë dërman të largohesha. Miri, mezi e shqiptoi ai, duke u mbështetur te kraba. Ti qenë nga qyteti, a ke humbur rrugën apo çfarë? Jo, nuk kam humbur, vetëm desha të gjej pak qetësi, i thash, dhe ula mbi një gur tjetër aty pranë, duke shtrirë këmbët e lodhura për t'i shplodhur. Po ti, a nuk mërzitesh gjithë ditën vetëm me delet tua, e kush të bën muhabet? E pyeta unë. Ai qeshi lehtë, kishte një nënqeshje të pastër, ku ju dukeshin dhëmbët e bardhë si bora. Flas me malin, po edhe mali me flet, edhe ti mund ta dëgjosh po dite. Nuk ti prish nervat si njerëzit tjerë. E sakt, ja ktheva, duke luajtur me zinxhirin e bluzës sime. Por edhe mali nuk mundet të jap gjithçka, i thash unë. Në fakt nuk doja të ikja, po më shijonte biseda me te. E kishte diçka tek ai mjedis, e tek ajo arome pishave të nxehura nga dielli dhe e mjedrës e egër që me bënte të ndihesha e shkeputur nga çdo rregull i shoqërisë. Ai ishte dukshëm në siklet nga prania ime, por kishte siklet edhe që të ikte, e të me linte aty. Unë isha një grua që dinte shumë mirë se çfarë donte, me një liri të re që po shijoja në atë moment, dërsa ai ishte një natyrë e tërhequr e i mesuar me kufej të qartë. Unë grita nga i guri dhe ju ofrova. Ai bëri gjysmë hapi prapa, si të ishte refleks. Nuk të ha, i thash duke qeshur. E zgjata dorën drejt krabes e tij prej druri. Ata provoj pak, i thash unë. Ai nguroi për një moment, por ma lëshoi. Kur dora ime preku drurin e lemuar nga përdorimi i përditshëm, kishtat e mi preken edhe dorën e tij. E lëkura e tij ishte aq e ashpër si lëkura e një lisi. Ishte me kallo e krejt ndryshe nga duart e buta me krem të atyre që uleshin me mua në për restoranet e Tiranës. A e mban dot ujkun me këtë? E ngacmova duke e parë me bisht të syrit. Ujku nuk trebet nga shkopi, po spati burr mbrapa, më ktheu ai, dhe këtë radhë zëri i tij kishte një lloj sigurie të papritur. Filloi të shlirohej, fillova të kuptoja që prapa asaj ndrojtje nuk fshihej dobësi, por thjesht një edukat malësore për femrat. U rrotullova dhe u ndala fiks përballë tij. E nuk kishim më distancë, e unë duhet të ngrija pa kokën për ta parë, pasi ishte mjaft i gjatë. Rrezet e diellit po kalonin mes zgjedhjeve të pishes, duke krijuar hije mbi fytyrën e tij të vendosur. Po unë e ula zërin, duke e kthyer tonin tim në shaka e një diçka shumë të thellë. Çfarë shkaku duhet të jap që të më shikosh drejt në sy pa ulur kokën, i thash unë. Ai pëllëmbën e dorës së djathtë e kishte mbledhur grosht, në një tension të brendshëm të dukshëm, e në fund e ngriti shikimin. Sytë e tij u takuan me të mit dhe tashmë nuk u larguan më. Kishte një pyetje të pashprehur aty, e një lloj habitje. Ti si e si gratë e tjera që kalojnë këtej, më tha ai. E di, ja preva shkurt duke theksuar fjalën.
Ai tashmë më shikonte dhe s'lëvizte, e kuptova që sado që tensioni po zinte mes nesh, ai burr nuk do ta bënte kur hapin e parë. Etika e tij e malit nuk ja lejonte t'i lëshohej një gruaje të panjohur, qoftë ajo edhe qartësisht e gatshme siç isha unë. Por unë nuk kisha shkuar deri aty për të mbyllur sërish në vetvete. Ishin muajt e tërë thatësire emocionale dhe ky burr i egër i sinqert dhe i paprekur nga hipokrizia moderne ishte fiks ai uji i akull burimi që më duhej për të zgjuar nga gjumi. Bëra një gjysmë hapi përpara dhe e putha e para. Ai ngriu në vend, sikur çfarë i bëra, por as nuk u tërhoj prap. Më shikoi edhe një herë në sy. Mi kapi faqet me duar. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.